Opozita sërish bojkotoi punimet e parlamentit duke përsëritur se nuk mund të ketë seancë normale derisa të rivendoset kushtetutshmëria. I vetmi përfaqësuesi i opozitës që vazhdoi të shndrojë në sallë ishte krye republikani Fatmir Mediu, që shkëmbeu replikat ashpra me kryeministrin Edi Rama për çështjen e pronës në Shqipëri. Përballë akuzave të Mediut se qeveria nuk po bën asgjë për të zgjidhur çështjen e pronarëve, lideri i mazhorancës Rama i ka numëruar problemet që qeverisja e djathtë ka grumbulluar në 8 vite. Sipas Ramës, nga 28.000 km2 që është Shqipëria, u është njohur pronarëve 50.000 km2. Arkivi i pronave është në gjendje të mjerueshme, ndërkohë që kuadri ligjor vetëm sa ka shtuar rëmujën. Qeveria duhet raportonte në Bashkimin Evropian për zbatimin e vendimeve të Gjykatës Strasburgut, ndërsa në vend të raportojë zbatimin e këtyre vendimeve kërkon që të shtyhen zbatimet e këtyre vendimeve dhe 2 vjet tjera. Kur shkojmë ne në Strasburg për të fituar kohën e humbur, 20 vjet kohë të humbur, dhe për t'i dhënë garanci Strasburgut se ne kemi një plan për pronën, në nxjerrin ato ligjet tuaja. E na thonë ç'do bëni me këtë xhungël legislative, ku një ligj ta jep, ligji i tjetër ta merr, ligji i tretë ta fshin, ligji i katërt ta kthen, ligji i pestë ta njeh, ligji i gjashtë ta mohon, ligji i 7 ta kompenson dhe ligji i 8 ta nxjerr aty ku ti se pret. Dhe bën pronar njerëz që kanë vetëm një merit, lidhjet e gjakut me pushtetin tuaj. Rama ka denoncuar edhe çështjen e parkut kombëtar të Butrintit, për të cilin qeveria Berisha vendosi t'i kthejë ish pronarit. Nënkryetari i Shoqatës Pronësime dhe Drejtësisë, sekretari i përgjithshëm zoti Toro, që ishte nënkryetari i kësaj agjencie, u largua pas një lloj motivacion, një zë që ishte në interes të pronarëve brenda kësaj agjencie. E dini kush është personin fjalë? Ai që si nënkryetari i Komisionit të Kthimit të Pronave doli pronar i parkut Butrintit dhe i ishujve përreth. Ne e dim që kemi prejardhjen nga Ilirët, e dim dhe që ka një mundësi ta kemi dhe më thellë nga Pellazgët, po i vetmi që pretendon se prodhon që rrjedh drejt për drejt nga një familje ilire, rrjedhimisht dhe Pellazgë, është nënkryetari i Komisionit të Kthimit të Pronave. Pronari pretendent aktual i parkut Butrintit. I parkut Butrintit. I vetmi pronar në botë, i një amfiteatri. Sipas kryeministrit Edi Rama, qeverisja e djathtë kurrë nuk e zgjidhi çështjen e pronarëve, por e përdori kauzën e tyre vetëm për qëllime elektorale.